Dhe njerëzit në këtë lloj situate janë dy kategori. Ata që janë lodh ose mendojnë se kanë arrit çfarë duhet arrinin dhe fillojnë qetësohen, dhe ata të cilët janë të pangopur dhe të pakënaqur me veten e tyre dhe thonë prit se jemi në situatën më kritike të garës, të kësaj gare që e ka emrin El Muttaqin, të kësaj gare që e ka emrin devocioni dhe devotshmëria, të kësaj gare që e ka emrin kënaqësia e Zotit, të kësaj gare që e ka emrin të fitosh xhenetin, të kësaj gare që e ka emrin të regjistrohesh një herë për gjithmonë nga listat e xhehenemlive, të kësaj gare që ka përballë në ditët që vjen natën e Kadrit, të kësaj gare ku njerëzit shpresojnë falje dhe mëshirë pafund nga Zoti i gjithësisë. Mirë po, rëndësia që ne duhet t'i japim pjesës mbetur ndoshta është edhe më e madhe sa rëndësia e asaj që si e kemi filluar. Për këtë arsye thot një rregull e bukur: Lejse al-ibratu bi naqsil bidayat, walakin bi kemalin nihayat. Nuk është puna se e nis dobët, puna është se si e mbyll. Kjo është sfida jonë. Se si do ta mbyllim, si mund ta mbyllim. Për këtë arsye e bëj thirrje vetes time në radhë parë, po edhe juve të gjithëve bashkë me mua, që të kuptojnë se jemi në mes, nuk ka mbaruar. Dhe të rikthehemi edhe një herë asaj energjisë parë, frymëzimit parë, motivit parë, sepse ka shumë njerëz që e nisin mirë dhe lodhen në mes. Ka shumë njerëz që e nisin mirë dhe mendojnë se në mes ka mbaruar gjithçka. Po faktikisht innamal ibratu bil khawatim. Puna është se si e mbyll, pavarësisht se si e ke nis.